Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vëlla i dashur Esmerald, vazhdojmë me rregullin tjetër tek dispozitat e nunit statik dhe tenwinit. Tash kemi një rregull tjetër i cili është idghami. Çka është idghami? Idghami është futja e një shkronje të palovizme që është nuni sekin. Apo edhe te tenwini që thash, do të thonë është në fund dëgjohet një nun sekin, do të thonë statik, edhe pse nuk shkruhet. Kur futja e kësaj shkronjës në një shkronjë të lëvizshme, që janë prej 6 shkronjave që i kanë përmbledh, do të thonë dietarët në një fjalë Jermelun. E mon mend më mirë, është shkronja je, është shkronja ra, jer, të pasaj mimi, lami, është wawi edhe nuni. Këto shkronja kanë ndojt prapë në 2 kategori. Një pjesë është me tingullin hundor, me ghunne, që përmend këto janë 4 shkronja që kanë ndojt pra ashtu me një fjalë, jen mu, do thonë jeja, nuni, mimi dhe wawi, dhe kanë thonë pa tingullin hundor. Dhe çka ndodh me këtë rregull, shkrihet, do thonë bëhet bashk, shkrihet edhe dyfishohet. Tash po i përmend disa shembuj, e kemi për shembull min ledunhu, apo min ledunhu, a mu tash nuk lexohet kjo min ledunhu, po shkrihet. Do thonë totalisht shkrihet. Kjo është do thonë tash pa ghunne, është pa tingullin hundor. Shkrihet komplet min ledunhu. Prandaj është idghami plot. Min ledunhu. Min ledunhu. Përsëritë min ledunhu. Min ledunhu. Feselamun lek. Feselamun lek. Po, nuk thu përshëm feselamun lek, po feselamun lek. Po. Edhe shtrengohet. Ky shtrengim është shumë i rëndësishëm. Është hoxha njëjta edhe shamsu apo nuk i përket kësaj kategorie? Jo, kjo nuk është sepse nuk është prej shkronjave të idghamit, do të thonë me ghunne apo pa ghunne. Tash germa tjetër që është po ashtu pa tingullin hundor, që duhet shkrihet komplet, është do të thonë kur vjen shkronja apo germa ra e lëvizshme, do të thonë pas nunit sekin apo pas tenwinit. Sikur këtu për shembull min rabbihim nuk lexohet min rabbihim, por se lexohet min rabbihim. Min rabbihim. Edhe shtrengohet min rabbihim. Min rabbihim. Apo ghafurur rahim. Apo ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Po ajo nuk do të po futet komplet, po shkrihet komplet. Prandaj edhe idgham është do të thonë me u fuzionu apo me u bashku, o me fut diçka në diçka tjetër. Pastaj kemi shkronja tjera që janë me tingullin hundor, që i thonë me ghunne. Do të thonë këtë fjalë ghunne, ku më përmend edhe më shpesh, është tingulli hundor, që del do të thonë prej brendësisë së hundës, që duhet të dëgjohet. Edhe këtu, do të thonë dyfishohet. Për shembull, këtu men yaqulu, Shiko, mirë. Men yaqulu. Po shkrihet, ai nuni po shkrihet, ama me ghunne, do të thonë me tingullin hundor. Kjo është shumë e rëndësishme. Men yaqulu. Men yaqulu. Men yaqulu. Men yaqulu. Barqun yaj'alun. Barqi. Jo, barqun që është 2 domme janë. Barqun. Po është tenwini me do të thonë me 2 domme. Barqun yaj'alun. Barqun yaj'alun. Barqi yaj'alun. Barqun yaj'alun. Këtë tingullin hundor duhet shumë qartë të shqiptosh. Barqi. Po çashtu. Barqun yaj'alun. Barqi yaj'alun. Që këtu kemi tash prap kemi mundësi me praktiku rregullin e qalqalas që kemi mësuar, do të thonë para 2 mësimeve, apo mësimin e kaluar, para të kaluarit. Yaj'alun, yaj, do të thonë tingulli ëja që tash që yaj, është gabim. Yaj'alun, se është prej germave qutbu jad, do të thonë është prej germave të qalqales. Ama tash kemi këtë çetër mësim, kemi tash idghamin. Burqun yaj'alun. Burqun yaj'alun. 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 Burqun yaj'alun.
برقا يجعلون. Bravo. Mirë. Min ni'me. Min, që nuni tash, këto, shef, po shkrihet totalisht. Min ni'me. من نعمة. Edhe duhet të ndihet, do të thonë tingulli hundor. Min të shkrihet komplet, edhe ndihet tingulli hundor. Do të thonë gunne. Min ni'me. من نعمة. يومئذ ناعمة. يومئذ ناعمة. يومئذ نائمة. يومئذ ناعمة. يومئذ نائمة. يومئذ ناعمة. يومئذ نائمة. Bravo. من مال الله. من مال الله. من مال e shtrengon, do e shkrin totalisht e fut, edhe e shtrengon me tingullin hundor, me gunne. Min مال الله. من مال الله. عذاب مقيم. عذاب مقيم. عذاب مقيم. شو pas do thon tenwinit. Shef عذاب. Po. Tash këtu po vjen Në jashkrijet. jo mimi. Po. Mimi po vjen pas, do thon është për shkronjave të idghamit, është bighunne me tingullin hundor. عذاب مقيم. عذاب مقيم. عذاب مقيم. Këtë nunin po e shkrin totalisht, Po, do shkon me. edhe po e fut në mim. Po. عذاب مقيم. عذاب مقيم. Mirë. Tash shkronja wow. Min walijin. Min walijin. Min walijin. Do thonë nunin po e hekme edhe po e fusim në wow. Min walijin. مي Min walijin. مي ولي. Min, shiko, min nunin heket. Min walijin. مي ولي. Mirë. Ose min waq. Min waq. من واق. Jo, min waq. من واق. يومئذ واهية. يومئذ واهية. يومئذ واهية. يومئذ واهية. يومئذ. يومئذ عم شوف mirë që e bune të gabimit që ta shef qartë. Jo يومئذ واهية. Kjo është gabim për shkak يومئذ واهية. sepse kundërshton qartë rregullin e idghamit, nëse thu يومئذ واهية. يومئذ واهية. يومئذ واهية. Bravo. ولكل وجهة. ولكل ولكل وجهة. ولكل وجهة. Çfarë tha mirë. ولكل وجهة. ولكل وجهة. Jo وجهة. Se وجه tani po jevon me fetha. Po وجه. وجه. Jo thon është prej qalqales që kemi thonë, për qalqales. ولكل وجهة. ولكل وجهة. Çfarë? Këtu është me rëndësi shikues të nderuar të keni parasysh se janë disa përjashtime që I kam përmend dietar 4 fjalë që normal I takojnë këtij rregulli, am nuk e marrin këtë dispozit. Këto fjalë janë dunya, nëse e shikojmë sipas këtij rregulli, diç dash më thon dunya. Apo dunya, apo s'duhet më thon kështu. Këto janë përjashtime. Këto duhet të thuhen qartë. Këto gjerma thuhen qartë. Dunya. دنيا. Bunyan. بنيان. Qinwan. كنوان. Qinwan. كنوان. Dhe sinwan. سنوان. Sinwan. سنوان. Po, këto janë përjashtime që duhet patjetër të kemi parasysh që mos t'i fusim në dispozitën e idghamit. Ky është pra rregulli I idghamit I cili edhe njëherë ndahet në dy kategori, një është me tingullin hundor me gunne, dhe një pjesë tjetër është pa gunne. Pa gunne është shkronja lam dhe ra, ku duhet patjetër të shkrihet totalisht, sikurse min rabbihim apo min ladunke, min ladunhu, shkrihet totalisht. Dhe një ashtu e kemi pjesën tjetër të 4 germave që janë me gunne, me tingullin hundor, që përmbledhen në fjalën yenmu. Do thonë je, nun,
mim edhe wawu. Aty duhet, do thonë, të respektohet patjetër tingulli hundor. Shkrihet shkronja, amo me tingull hundor dhe që shtash edhe tek e para dhe te e dyta shtrengohet, do thonë dyfishohet. Ky ishte rregulli i rëndësishëm i idghamit. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na ndihmojë vazhdimisht. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.